Mos harroni, Charlie Chaplin vdiq në moshën 88 vjeçare. Ai na la 4 leksione për jetën. 1. Asgjë nuk është e përjetshme në këtë botë, madje as problemet tona. 2. Më pëlqen të eci në shi, sepse askush nuk mund t'i shohë lotët e mi. 3. Dita më e humbur në jetë është dita kur nuk qeshim. 4. 6 mjekët më të mirë në botë. Rrezet e diellit. 2. Pushoni. 3. Ushtrimi. 4. Dietë. 5. Dhe të vlerësimi. 6. Miq. Mbani ato në të gjitha fazat e jetës tuaj dhe shijoni një jetë të shëndetshme. Nëse shihni hënën, do të shihni bukurinë e Zotit. Nëse shihni diellin, do të shihni fuqinë e Zotit. Nëse shikoni në pasqyrë, do të shihni krijimin më të mirë të Zotit. Besojeni atëherë. Ne jemi të gjithë turistë, Zoti është agjenti ynë i udhëtimit që tashmë ka bërë itineraret, rezervimet dhe destinacionet tona.